kjo është festa e bashkimit të njerëzve. Okej. Kjo është bukuria dhe këta njerëz që kanë ardhur nga kaq larg për të qenë bashkë vetëm për një ditë. Kjo bëhet çdo vit, a? Dhe kjo bëhet çdo vit. Është festë pagane e përvitshme. Me gjithë valle vetëm unë jam femër. Shishtavesi ka qenë i mrekullueshëm, por në të ardhmen do të quhet vetëm Shishtavesi. Se janë larguar. Unë kam 35 veta në Angli, kam një djalë në Itali, kam një në Amerikë, kam qenë edhe atje, edhe e kam përjetu jetën për jetën në Shishtavesi, kërkund nuk e kam gjetë, as në Itali, as në Angli, as në Amerikë. Ka traditat këtë mira. Të mira. Mikpritin herë ka parë. Besnikrin e ka dyte. Okej. Qa të tonë tjetër bë? Po këto janë kryesore. Qa? Do të them këtu, do të bëj prindërve hizmet, do t'i shikoj sikur kanë shikuar prindërit e vet, edhe unë do t'i shikoj. Zoti ta bëft mbar. Unë kam ardhur me plagën për ta shijuar se 70 vite i kam bërë këtu. Po. Kalosh 70 vite në një vend, është e vështirë ta praktikoj. Kuriku i pari djalë nga këtu, u për në Angli u nis, edhe aty e ka shkryt në shkrim masene. Shishtaveci zbrazët. Shishtaveci për 20 vjetë hup edhe gjuhën, apo edhe gjuhën Në 2008 ka ikur i pari. I pari në... Edhe e kam në ditar. Ku ka shkuar? Në Angli. Ore, pse shkojnë gjithë në Angli më dhe? Njëri tjetrin të reqin.
bashkuar dhe me njerëz që duan vendin e tyre. Unë nuk do t'i marrë me radhë, po do flas me të do që takoj. Pse më shef kështu? Po nuk shoh po. Pse më shef me nerva? Jo, nuk shoh me nerva. A je i sigur? Jo. Mirë se ju gjeta një. Nëse erdhe. Unë kam shkuar në shumë shatra. Realisht më gëzon zemra kur e shoh Shishtavecin plot me njerëz. Dhe une vim nga Tirana në orën 6, pa qerek qenë. Do rish deri? Çdo vit këtu. Sepse ka një pusqeshje, një qatë shumë, një lëmduri të mëdhe. Atë po shoh. Me thënë, Dhe une para 30 vjeç ku bërë dhe ushtërinë në shatin Zapot. ore si janë njerëzit këtu? Shumë të mirë. A tua? Po jeni dhe shumë të dashur. Bravo. Deri tani, a mund të them që është fshati më i mirë që kam vizituar? Nuk thona se fshati më i mirë, se ka gjithë fshatët janë të mirë. Po, Bravo. Që sa të mirë janë. nuk po, ha? Por jeni. Do ta them unë që jeni. Po jemi. Jeni. Kë keni më të mirë, zemrën apo mendjen? Zemën, mendja dhe në mapa. Bravo. Kalofshi sa më bukur. Faleminderit. Po pse ikën? Po ju jeni shumë të mira. Faleminderit. Si jeni? Përshëndet. Të forta? Gëzojmë shumë që erdha tek ju. Vonova por ja vleti. Nga vjen? Priti ta vendos. Nga fshati Topojani jemi ne. Topojani ku unë kam qënë. Sa xheloz janë bërë këto shatlat e tjetë kam marrë. Rrim në gradisht Pjushtjes. Okej. Po që keni dashur ande? Deshtë ma mirë fjalla. Po me Shishtavecin çfarë të litë? Me Shishtavec kam nusin e qunit. A është bukur të marrësh nusen në Shishtavec? Shumë. Janë të mira? Shumë. Jona të shohim këtë emision. Të gjitha? Kajti njekim. Vetë kushon YouTube vetëm ti. Jam mirë kështu? Shumë. Më mirë live apo në? Shumë. Më mirë tani kështu, përballë. Si ashtu, si kështu, kështu Mirë, edhe ma bukur kështu. Dëgjoj, atë përfitoj nga rasti unë me që se kanë ardhur djem nga jashtë të gjej ndonjë. Sa dush. Ka, sa dush. Uroj të kaloni sa më bukur. Faleminderit edhe ti ka qenë sa më. Faleminderit. Shumë mirë janë të postë. Si jeni? S'ma vari. Po më tako njërë mua. Se unë jam e re këtu. S'më njep. Qa vone? Mirë, si e ti? Sa se të bukur që paska. Tu nga Shishtavecje? Jo, jam për qatë shrejtë. Po mbledheni të gjithë këtu fesone. Bravo. I bërë shumë e mirë. Tani. Ua, u kënaqja më burr, se veta duke shkuar në çdo fshat edhe nuk gjen njerëz. Na këtu kam të marrë në intervistë këtë të dua. Këtu e kam. Sia. Me shëndet. I fort? Pse nuk kërcen? Pse nuk kërcen? U ka vend plot atje. Ato të rinj e kanë kap. Ja keni lënë të rive? Bravo. Si jeni? Me shëndet. Nga keni ardhur ju? Nga Kuksi. Po jam nga mamin dhe babin kam nga Borja. Okej. Edhe mblidheni këtu që fesoni, ja? Jo, leri këto ti, se do të marrin ty. Jo, aty pse? Tash unë s'ledon me pa vizion në Angli 4 vite tash e kom njek këtë emision. I ke ndjek të gjitha? Po, ta bëjmë një foto një. Ta bëjmë një foto po mërgur. Ku do na bëj foto? Do na bëj nusja. Se ton erdhi Lediona këtu edhe na prishi stolat. E pas ka nuk se kështu tolerante, nuk bëj të Po, jo, nuk po të losë. Jo me këto, jo. Faleminderit shumë. Vërtet janë njerëz kaq të mirë këta apo? Po me nusën, më dash këti respekte. Po, zaro.
Faleminderit shumë. Gjithë të mira, respekta. Tani, ku ishe ti? Ti mos shqip lart e poshtë. Hajde pas meje, do shkojmë atje, t'ja marrim një vallë dhe si je? Kurosha. Do vi të kërcesh? A? Se di si të qa do kjo shejtane që më ngacmon. Përshëndetje, fort, si kaloni? Mirë, të gjithë mirë. Mirë, si jeni ju këta? Ajë më thuaj dy fjalë ti. Ja, shiri. E gjupit. Dija, prit mos na i gjupit se na është mikrofon. Se të duket bukur. Ore si e beqar më bukur, qa ke? Po tu për ti në qenerë o letiona. Për me një partia, ja. Qa të dojë zemra ty? Ti e di që unë flas pa dorash. Aja mirë, o quna. Je shumë bukur. Tani mirë se ju gjeta. Lere më burë se është mirë. Mirë se erdhe. Më thoshe shumë hajde në shështavet. Edhe i gjeta momentin e duhur për të ardhur. Kaj që flinjeni ju, që kërceni, e qeshni? Tu janë gjithë qepli, gjithë merakli. Bravo. Tu janë gjithë me kulturë dhe me tradita. Janë gjithë fshatrat, që janë gjithë fshatrat për rreth tu, i fjalë vinë sot dhe festojnë. Atë vitë e shenjtë, për gjithë të fshatrat të gjithë me kënde. Ti nga kjarë? Mu ka marrë nga Tiranë. Jetoj kënë fshatin Turaj, aty më tonë. Ku bje Bora, shive Bora. Edhe kimi arë si shohë gjithë, kja Tiranës, kja gjithë loje. Dija, po pëse keni ikur gjithë Tiranë, më burë? Sa vend të bukur Ne kemi ikur se Shqipora 6 muaj tu nuk she. Po ku ka më mirë? Vetëm Arushën shes. Rrugë s'ka. Punë s'ka. E keni keq muhabetin me politikën që s'ja ka për rrugën, a? Ja, nuk kena punë politike, sot kemi arë për qep. Një topë më i miri. Se nuk kërcen atja? Atja për shemëll, avent turistik. Ore lere Turaj, këtu jemi në Shishtavet. Në Shishtavet. Edhe për Turaj të bën një rrugë, të vitet e fundit, e Tirana ka thënë që të bëjmë rrugë del kupar. Kush është Tirana, se njo? Është kryeministri i Shqipërisë. Dija, u knaqa sepse realisht, unë kam shkarë në shumë shatra. Po të gjithë njerëzit qeshin, flasin, e kupton? Po kam ne pa gjumë për ty, të pa gjithë natën. Në mërë se të gjumë buaja. Ja. Arsoni, vetëm s'kishta qamet bose, gjithë dole shpejt. Ka i muhabet, ka që pjullu Big Brother i vazhdojmë haberet Ti faleminderit shumë, ti vina respekton do. Qatë tëm tjetër për fshatë. Ha, mos e jash kamerës, se për të Lediona, pol, ke emociona. Qatëm, tu ka gocat mjera, ka qunat Ka marrë për goca unë mërbu, ka marrë për tjetër gjë. Ta shi festa vazhdojnë. Masi të mërojmë këtu të ikim anë nga fshatrat e Kosovës. Qunat, janë të këtu. Qunat, te kena veçanë. Vetëm te kena veçanë. A Tiranës. A, se du a Tiranës. Ne me shpi jemi park. Parkën e ditë. Ke helikoptera të pirrinë. Po kur të park ti u këthova të shke, edhe një ditë intervista ke bëllë të i këpante në shë. Këtu? Kam qenë në Topojan edhe në Bek. Topojan e Breki, po. Tani unë po e kitë kërcej, do vish? Ku do shkoni? Do kërcej, do vish? Po me ti do vish për sot. Ma që të shkemi Ledionën përse. Marë të ti, hajde dhe ti kërcej. Ha. Do putesh ti të të pavja po ta.
Pritani se kanë një gjë këta, çfarë kam mësuar unë dje, që burrat kërcejnë veçmas dhe gratë veçmas, sipas traditës së vjetër. Po, në gjithë mallin janë vetëm unë femër. S'është kërcejnë gocat. Janë mazite gocat. Janë mazite, po unë qa dua këtu. Unë kam marrë që dje. Po, sa bukur kërceje! Unë jam edhe 2 muaj bëjmë. Mos mëj! Ua, sa më ka trajmur! Unë jam edhe 2 muaj bëjmë 90 vjeç. Po mirë, një sekund, kjo nuk të bën asnjë gjë. Jeshtë të mirë zërin, rri tani. Edhe 2 muaj sa... Ma kush je ti njerë me të? Unë jam vajza më e mirë në Shqipëri. Vajza më e mirë? Jo më kam pak në televizor dhe më të mirë se ti më. Ika, le se më mërzita. Faleminderit shumë, s'ka rëndësi. Edhe 2 muaj sa bën? Edhe 2 muaj? 90 vjeç. Ti pa që jetë akoma më të gjatë. Të lumt goja, po inshallah, unë i lutem Zotin në ma shpirtin, nuk do të roj më. Pse? Dëgjo tani, leri këtu se nuk do rosh sa malet. Por unë kam një... kam një histori të jetë të mrekullueshme. Më bëhet shumë qefi. Unë atë që kam pas vejume më ka vdek, unë shtarë kam sjenë. Okej. Shishtavecin si e kam? Shishtavecin si e kam? Të mrekullueshëm apo? Shishtaveci ka qenë i mrekullueshëm, por në të ardhmen do të quhet vetëm Shishtaveci. Pse, se janë larguar? Unë kam 35 vete në Angli, kam një djalë në Itali, kam një në Amerikë, kam qenë edhe atje, edhe e kam përjetu jetën në Shishtavec, kërkun nuk e kam gjetë. As në Itali, as në Angli, as në Amerikë. Mirë se erdhe. Një rikvisnik shofte këtë. Habitin edhe ka kimi. Ja, një sekund të lutem. Më trego pak për këtë Shishtavecin tuaj të bukur, sepse është herë e parë që vi dhe realisht jam kënaqur me mikpritjen e njerëzve. Shishtaveci ka qenë i mikpritur për herë. Me fjalë Shishtaveci, si të përshkrujtaj? Unë e di që ti s'ke fjalë, sepse e ke vendin tënd. Kam vendin tënd, Shishtaveci është një nga zonat më të mira e më të bukura të Shqipërisë. Po, nëse kështu thon gjithë. Zona më e bukur e Shqipërisë është Shishtaveci. Dëgjoj tani diçka shumë e çuditshme. Para 60 vjetëve ka ardhur një gazetare nga Tirana, Ballkize Halili quhet ajo, ka ardhur në Shishtavec në kam nga Kuksi i vjetër në Shishtavec. Edhe këtu ka lindur një vajzë, një grua aty që ka pru këtu, edhe ajo i ka dhënë emrin asaj gruas. Edhe në fëmijë, kur bëshin gratën, zishin kolomboq misër, edhe këndojshin dhe vajzat, edhe ka shkruar në gazetën Zëri Popullit, Shishtaveta si të dinë si të gëzohen. Ashtu e? Në gazetën Zëri Popullit para 60 vjetë. Bravo! Mërë më shumë. Bravo! Me kujdese duam të arrim, digjo, tani duam të shkojmë tek gara e kuajve, e cila është më e veçanta e kësaj feste, ku jepen edhe çmime. Po thonim, duke ecur. A do shkosh tek gara e kuajve? Tani, ti je nga Shishtaveci? Jo Shishtaveci. Jeton ku? Unë Shishtaveci në vëse, afër janë. Nuk e ikur jashtë? Kam mikun 4 herë jashtë. Ku ke shkuar? Në Angli.
Të ka pëlqyer atje? Kam 4 djemë e 2 vajze kam në Angli. Ti kesh me jetë. A të ka pëlqyer atje të rriej apo? Më ka pëlqy se kam fëmijët e mia atje. Okej. Edhe të tërhek fëmija. Patjetër që po. Prindi shkon ku është fëmia. Po vendi si vendi jo nuk ka. E thonë të gjithë këta, dhe është e vërtet, se kudo që shkojnë prap mezi presin të vinë tek vendi tyre. Vendi si vendi jo nuk ka. Më trego pak për Shishtavecin, se dua të mësojnë qik. Qa të tregoj? Po më trego, se si njoh punë si zonë për shembull. Shishtaveci është një zonë nuk krahasohet me asë një vend tjetër të Shqipërisë. A mund të themi që është fshati më i mirë në Kukës? Fshati jo në Kukës, Në po në Shqipëri. Shumë e përgjithësuar më burr, ha? Fshati më i mirë në Shqipëri. Mos ndoshta egzagjerojmë? Jo, hiç fare. Je i sigurt? Jam shumë i sigurt. Po se mos më shajnë ata atje thonë jo. Jo, fshati më i mirë në Shqipëri është Shishtaveci. Po çfarë ka të mirë? Të gjitha të mira ti ka. Ha mi numëro. Çfarë për shembull të tregoj? Jo, ma thuaj ti që çfarë ka të mirë. Si natyrë, Shishtaveci është. Është e bukur. Një. Okej. Edhe rrugën. Rrugën? Për rrugën, një. Për rrugën do të me shkru Edi Rama, se... Kush është Edi Rama, më? Edi Rama Hajde këtu. Edi Rama kryeministri i Shqipërisë. I Shqipërisë është, po. Do të me shkru pak që na rregulloj vendin tonë. Pra, nuk kemi rrugën. Nuk kemi rrugë. Tjetër, kë keni më të mirë zemrën apo mendjen? Na kemi zemrën e mendjen të mirë. Të dyja? Të dyja pa njëra tjetër nuk bëjnë? Nuk bëjnë. Tani këtu më të mira janë gratë apo burrat? Vallahi, këtu janë gratë edhe burrat mirë. A më tani, Më thuaj një tradit, një zakon të veçantë që keni ju të zonës tuaj. Po ti pyetëm njerë, për çfarë kërkon? Ta garojnë kjo është me tradita dhe Mos u iq, hajde këtu ti me kollar, hajde. Ti ka traditat këtë mira. Të mira? Mik pritin herë ka parë. Besnikrin e ka dyte. Okej. Qa të tonë tjetër bë? Po këto janë kryesore. Qa? Unë shkoj në shumë fshatra, edhe tani nuk mund të bëjmë e keqe duke thënë që vetëm në Shishtavec, unë në çdo fshat që shkoj, mikpritjen e gjej, njerëz të mirë takoj, tani ka edhe njerëz që se kështu është kjo botë të mirë e të këqij, e kupton në përgjithësi që njerëz të mirë. Po në Shishtavec u kënaqa sepse në krahasim me fshatrat e tjerë është shumë vështirë për të gjetur njerëz sepse janë larguar të gjithë. Dhe kjo tradita juaj kaq e bukur që një herë në vit kudo që jeni, mblidheni këtu dhe festoni me njëri tjetrin, është shumë e bukur. Po sikur të ktheheni të rini këtu, këta të rinë ta kthehen? Unë kam qef që unë kam 4 djemë e 2 vajza. Unë kam qef njën e djallë, me tërhek i kam me letra fëmijët e ti. Do të tërhek njën e dhe dhe bje këtu. Pa vjenaj? Pa e babën e do shumë vjen. Asa e mirë, babën e ka fisnik, zotri burë. Babën e do shumë a e vjen. Okej. Vjen. Pa. Do mbaj njëri tjetrin, që të bëjmë? Por është këtë. E se të mbaj unë, më s'kita. Jo, s'bije unë. Si mbaj që bje kolaj. Por të mbaj unë, më s'toti. Tjetër. Shumë janë larguar prej këtu. Të gjithë janë larguar. Të gjithë. Po, pse keni zgjedhur pikërisht këtu Anglinë ju? Një gjë këtë. Anglia është Angli. Anglia është Angli. Italia është Itali. Anglia... Amerika. Anglia është Angli. Me Angli nuk krahasohet asnjë. Pse ka lekshu? Unë kam kërku, ka ekonominë më të forte. Ashtu, a? Po çfarë punë bëjnë ande? Se ju ka dalë namin që kjo. Si më shtrëngon. Atje bëjnë lloj punësh. Lloj punës, Zoti ju a bëft të mbarë. Lloj punësh. Hajde. Zoti ja bëft të mbarë. A që bënë lloj punësh. Nuk ka atje. Masa shqiptarët janë shumë të zotë. Kudo t'i hedhësh për Zotin e ja dalim, me kam thënë dhe këta. Janë shumë të zotë shqiptarët, për shqiptarët. Dhe gja,
Çfarë i bën të veçantë Kuksianët me pjesën tjetër të Veriut? Jo, njëra atje, njëra po. Janë vonuar? Po. Po, ka marrë momentin e dur. Ke ardhur me ne tuan. To po janë ke ardhur e këtu s'ke dash. Po pse mor Burdani thoni mi që bëre që shkova atje? Pse më thoni të gjithë? Jo, ke shumë mirë. Po erdha pra ditën e festës, ka më tash vetëm më shajnë. Jo, nuk qa. Ke bë. Ja son mërzita. Nuk qa se është. More vesh. Që ke qenë to po janë, po këtu Erdha në momentin e dur. ja ti Sopolit. Ja ti Sopolit. Ta kesh me jetë. Kuajt në asfalt. Në asfalt, pa ande këtu ku erdhëm ne pise kuajve. O qaj s'ka që se zgjet rrugën unë, më ka kapes më lësho. Tani, hape rrugën se rrapojnë kuajt. Ku janë kuajt? Gjates. Janë kuajt. Hajde Ersim, hajde. Pritani. A ka zeme, ka se shlën, hajde. Jo. Bravo. Qa ban me po apo ti pyetje? Baba më ka kapes më lësho. Kja baba maj mirë në botë. Ashtu e? Që kje djali im. Po. Unë e prandaj e mora një intervistë dhe kemi bërë një intervistë shumë të bukur gjithë rrugës. Dëgjoj, ta kam gjek gjithmonë intervistët tonë. Vizitator që i bani për shumë. Je shumë mirë. Okej, a i ke ngjarë pak babët se është pisnik shumë. Unë. Sa përqind i ke ngjarë? Babë se kom gjahë unë 100%. Këtu gjenja. Për Zotin. Në vërtet? 100% A ka ngjarë o babë? Sa mirë. Ky është ai djali që do ta marrësh këtu? Këtë djalin do marrë këtu në Ta Dabli. do ta marrë këtu ta. Ta shumë pak kthehetu, do fort. Do kthej këtu, do t'i bëj prindërve hizmet, do t'i shikoj sikur kanë shikuar prindërit e vet, edhe unë do t'i shikoj. Zoti ta bëft mbar. Trujt Sepse Zoti është edhe një fjalë, dëgjoj, është një fjalë që nëse nuk je i mirë me prindrit, nuk ta bën Zoti kurrë mbar. Dëgjoj. Në qoftë se nuk je i mirë për prindrit, për ka do jesh i mirë. Ka shumë që. Harroj ku Ka që ka shumë arrit. tipa të ndryshëm, domethënë ka edhe njeriu. Apo të po flas për veten time. Sa vite ke jeton në Angli? Qitë 99. Si ke ikur? Me Po si gëmonet. të gjithë. Me gëmonet. Po e di më. Po A prandaj shef të kuaj që i kemi këtu? po. E kam hip një kalë si po aktive dhe kam ikë atje kam kalu. Ha më ha tani dhe ti. Se atëre kalit i tonin gomone ju. Si gjithë shqiptarë. Çfarë punë bën atje? Unë punoj me mirëmarrëtie rrugore, me Okej, je me letra besoj, jo? Në rregull. Po mirë, ti thua do kthejmë këtu, po fëmijët a duan të kthehen? Ne jemi detyruar. Ne jemi 4 djem. Po. Kemi detyrime për prindërit. Njoni prej nesh do të kthehet këtu. Ti je i vogli? Jo, unë nuk jam i vogli. Po se Njoni prej nesh akoma nuk e kemi ndarë mende se cili po njoni do të kthehet këtu. mos ndoshta do ziheni kush do kthehet apo? Ja, nuk jemi nga ato, jemi të marrëm vesh shumë. Ashtu e? Po. Fal babës. Po të uroj sukses ti gjithmonë, edhe intervistat ato gjithmonë i kam ndjek. Faleminderit. Uroj Zoti. Faleminderit shumë për fjalët e mençura. Prita marr. Fatos, hajde këtu Fatos. Më thuaj. Do jap intervistën? Ti do ta japësh intervistën Po. edhe është personi i cili më ka bërë ftesën dhe nuk i kam, as e kam menduar, i kam thënë do vi. E para njërë, bravo të qoftë për gjithë këtë organizim dhe që do kaq fort vendin tënd. Faleminderit. Në çdo minutë thot, a më mërzitët, ha si ju duket. Merakli i papar. Jam tepër i ndjeshëm dhe gjithë këta njerëz, gjithë ky festival, gjithë kjo bukuri dua të dalë do gjithçka do perfekte dhe prandaj jam i ngushtë shumë. A kënaqesh kur ishe të gjithë pra që kanë ardhur nga Anglia, nga Tirana, kudo ku ata jetojnë edhe mblidhen këtu një herë në vit për të festuar gjithë së bashku. Dhe ajo që shifja është të gjithë shisa të përmalluar me njëri tjetrin, si e reflektojnë që në fytyrë. Kjo është festa e bashkimit të njerëzve. Okej. Kjo është bukuria dhe këta njerëz që kanë ardhur nga kaq larg për të qenë bashkë vetëm për një ditë. Kjo bëhet çdo vit, a? Dhe kjo bëhet çdo vit. Është festë pagane, e përvitshme dhe bëhet në mënyrë të tillë çdo vit. Okej. Po, këtë vit është një pjesëmarrje e zakonshme. Edhe jam tepër i kënaqur nga çdo individ, nga çdo person që ka ardhur, që ka marrë rrugën dhe ka arritur deri këtu. Ky është një ndër kuajt. Sa i bukur! Ky është një ndër kuajt që dohet të vrapues. Mashallah. Ua! Mashallah. Ua, sa i bukur.
Pra tani është gara e kuajve, tani fillon? Tani fillon gara? Tani rituali është që këta kuaj përshkojnë rrugën pa vrapuar, për të mësuar rrugën se ku do vrapojnë. Dakor. Dhe... A ecim pak të? Po. Kamera ovdje da imate na finish. Ka dhe nga ata që nuk I ka lënë pashë të një rrugës, po I tërgojnë direkt e starti atje. Sa kuaj janë? Nuk e kemi... Po themi afërsisht? Afërsisht në 4 kuaj do një kemi. Okej. Dhe këta janë të zonës? Kuajt janë të zonës, po. Kemi, për çdo vit kemi pas kuaj nga Kosova, po këtë vit, nga që ka pas një angazhim atje dhe kuajt janë të lodhur dhe ka qenë e pamundur. E kuptoj. Pastaj, pasi mbaron gara, ku shkojnë? Në qendër të fshatit? Do marrësh këtë çajin që është profesor. Të kam ndjek në çdo emision. Faleminderit shumë. Edhe në Big Brother të kam ndjek. Pa ideali yt më shau. Tani, djali im. Dëgjoj. Po ku ka si djali im? Po babi çu thot, ku ka si vajza ima? Ha. Ç'kemi? Mirë. Mirë, qartë. Shqyqir që edhe njërë Shishtavec. Po edhe në dëgjoj, nuk pata numrin të them baba, edhe njërë Shishtavec. Se na ngrite nerva atuaj. Me devollin e me ato. Edhe me dibrën. Jo, në dibrën tani me qenë se ti je profesor. Hajde mi thuaj 2 fjalë për këta të Shishtavecit. Qa të them unë, pyetëm ti, të them. Njerëz të mirë po. Njerëz të dashur po. Njerëz punëtor po. Njerëz sportist po. Sportist po, Njerëz të famshëm po. Njerëz gurbetçi po. Emigrat. Njerëz që nuk kanë pas asnjë të keqe. Edhe atje ku janë. Se nuk ka njerëz që s'kan këtë gjë. Jo. Ama nuk kanë pas. Nuk kemi pas asnjë avari. Çfarë defekt kanë? Janë ndonjë çik nebri. Dëgjoj, janë të qetë. Janë qetëlin shumë. Qefli janë. Për muzikë, për valle, për muzikë, për valle, për sport, janë qefli, për gjitha gjërat e qefit. Për gra. Ati nuk e di, ata e din vetë. Dëgjoj, e din vetë. Po mi më qa ke parë lartë e poshtë e mund. Jo, po tani unë nuk shohë se qa bëjnë me gratë. U knasha, për zotin. Tani, qa të temë për Shishtavecin unë? Si ta vendos titullin atje? Mund të vendosë Shishtaveci I bukur, I manitshëm. Jo, s'më duket I bukur. I bukur. Po meri sy të mi ti. Meri sy të mi dhe shiti. O pa kali tjetër. Po dua tipi njërë në kalë. Po, ky që ka nebrik. Ky është nebrik. Kanë dashuri për njerëzit, kanë dashuri për punën, kanë dashuri për gjithçka. A mund të them që është fshati më I mirë në Kukës? Jo, është fshati më I mirë në Republikë. I dyti që ma thot këtë. Po kështu më thonë të gjithë ku doj që shkoj, ju thonë ne jemi më të mirët. Për gjitha gjërat. Ku doj që shkoj, më thonë ne jemi më të mirët. Këtë të besoj. Po një kam pa ato fshatat. Po këtë besoj, morbo. Po ja shikoj e vetë. Po dhe ti bashkonin të dy, nuk I ndani. Po me nëse ne kemi 100 e sa miqësi. 125 miqësi. Kemi. Bëni vetëm kështu me njëri tjetrin? Vetëm me njëri tjetrin bëni miqësi? Po, midis shatrave. Midis shatrave. Jashtë fshatit? Jashtë fshatit, po. Edhe këtu bëjmë misi. Respekte. Falenderoj. Mirë se ju gjeta? Falenderit, mirë se erdhët. Edhe kështu mbledhshi nga herë? Gjithë mirat, edhe fjala jote në vesh të Zotit. Sa vite keni që bëni këtë Unë, si vitet të mijat janë 7 vjetë. Nga këto 7 vite nga që kam marrë men e mrapa, kam marrë se për fatin e mirë kam pas edhe dajën tim këtu, në Shishtavec me punë, ka qenë kryetar lokaliteti, Idris Ramadan Selimi, ose Allaraj, dakord? Kam shumë farefys, kjo është fest tradicionale të cilën e respektojnë të gjithë trevat këtu që kemi për rreth. Mund ta bëj një pyetje? Cili është qëllimi I kësaj festa? Shqyqy që na erdhi vera, qelen lulet dhe doli vera. Edhe për ato që janë gjallë, po kujtojmë edhe ato që janë të vdekur. Se këto që janë gjallë, po se po edhe të vdekurit, kërkojnë një ndjes nga neve. Dakor? Po këtu tani mblidhen të gjithë ata që jetojnë jashtë.
Ka që jetojnë jashtë edhe këtu, nga fshatat. Po e di që ka këtu, ka jashtë, nga Tirana. Më shumë të lutem, janë ata që jetojnë jashtë, se janë të malngjyrë, si i thonë, për këtë vënd. Kanë madhë. Se vendlindja është gjë e madhe. Po pse e kanë lënë kur është gjë e madhe? Dgjoj, kanë lënë sepse ekonomia e viteve nuk vazhdoi edhe nuk varioi ashtu siç duhesh. A braktiset Shishtaveci për Londrën? Po nuk braktiset, po pa të ardhura më vjen keq, s'nimoj dot. Asun. Sepse vjen darka, familja kërkon diçka. Po pse mor të lutem edhe këtu të prodhosh toka, kelek. Po, dëgjoj. Edhe atë jeshilen mund ta mbjellësh dhe këtë. Veç pak të lutem. Atë prodhim që prodhojmë neve nuk tregtohet në vendet e botës që kushton diçka zonja ndër. Ajo tregtohet në vendet të varfra. Kush e tha këtë? Një prodhim që nuk tregtohet në vendet të pasura, ky njeri do ngelet fukara. Se prodhimi që tregtohet në vendet të pasura, edhe leku është më madhor, okay? Ku jeton ti? Unë jetoj në Tiranë. Pse e ke lënë Shishtavecin për Tiranën? Unë ka nikur fëmijët jashtë, djali punon me të zotrin, atje në Angli, me fëmijë me zonja. Edhe unë kam ardhur me plagën për ta shijuar se 70 vite i kam bërë këtu. Po? Kalosh 70 vite në një vend, është e vështirë ta praktikësh zonjë. Ashtu ë? Ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Ju lutem. Respekte. Bye bye. Bye bye. 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 Thank you. Bye. E para njërë më bëre një reagim jo të mirë dhe më mërzita. Kur erdha do të pyesja. Unë vi ju pyesi ju për vendin tuaj. Nuk pyes se për shembull për Korçën, për Dibrën, për Durrësin pyes ata ande. Jo. Pse jeni kështu, ne vrik jeni? Jo, absolutisht. Bile majtë se unë nuk ka. Dëgjoj. Nuk je e para ti, që dala para ekranit, para mikrofonit. Unë jam gjithmonë njeri e ekraneve, po... Apo së pëlqeva unë? Jo, po... Ti, buje, ti, vajza ime e në mosh, sa si do përgjesh ti... Po pse më mërzita atëra? Po mërzita se unë nuk e di, se më ka rastis në shumë raste, me një fjallë, ka dalë shumë negativisht, edhe intervista. Jo. Edhe, bile ma e keqja ka qenë OSBE-ja, edhe unë natë e pyta, ku e ke drejtimin, jo duhet dalë të kufiri, jo këshu e andekte, unë nuk e dita se 100% ndikoj për këto djemë që janë jashtë. Këtë gjë nuk e kam. Dasha keqse. Ma e madhja ka qenë para 2 vitesh, se unë baj ditarin, me një fjallë ditarin e kam të regullt, me një fjallë, ditarin im është sot 110-120 vjetë ka, me një fjallë që është trashguar 3-4 breza. E kam bajt baba ytë edhe ti? Jo, babaj, jo, e kam bajt një kushriri im. Pasaj? Babaj shkodhën Turke. Edhe kushririn e turqisht e ka pas, e kam rikëthi në Shqip në Prizren, edhe e vazhdoj, e ka pas aji. Para 20 vitesh mua ma ka dhenë, vetëm ti do të ambash e tjetër njeri se mbanë, edhe mu më ka ndikuar, e ka bajt në rrë shumë në regull. Ta një si historian që je. A mund të mësoj... Kërkus jam, kërkus akoma. Se më ka historian, kërkus, ti do vazhdosh kërkosh, normal. Tani mund të më tregosh pak për Shishtavecin, për këtë zonën tuaj. Kjo festa, këtu bëhet çdo vit. Po. Cili është qëllimi i kësaj festa? Qëllimi i kësaj feste është festa pagane. Nuk është festa që thonë sot kemi dalë në pranver, kemi dalë në këtë, kemi dalë në absolutisht. Jo qelon lullet, jo qelon femët? Jo, nuk ka lidhje me këtë. Kjo është festa pagane. Që në shekullin e 8, mezi shekullin atë, bile me datë me vite, po të, ashtu në vitin 823, 827. Për 4 vite, këtu kanë ardhur njerëzit. Kur kanë ardhur njerëzit, këtu kanë ardhur me traditat dhe me zakonet e tyre, jo se i kanë krijuar këtu. Po, ti përmbledhim, se unë kam bërë shumë intervista dhe ti përmbledhim shkurt edhe pastër. Kjo festë është pagane, kjo bëhet çdo vit. Ajo që më përshtypje dhe më ngjall interes është se unë bëj emision që shkojnë në gjitha fshatrat dhe janë larguar të gjithë dhe janë braktisur, po na braktisën edhe qytetet dhe qytetat. Dhe ajo që më mbush zemrën është se këtu vinë të gjithë, kudo që jetoj, vinë edhe mbriten këtu dhe festonit të gjithë me njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e bukur. A mendon se një ditë do vinë të rikthehen të jetojnë këtu apo të investojnë këtu? Kjo më intereson mua. Unë ka me datën 29 gusht të vitit 2008, e kam shkruajtur. Kur iku i pari djalë nga këtu,
për në Angli unis, edhe aty e ka shkryt në nshkrim masene. Shishtaveci zbrazët. Shishtaveci për 20 vjetë hup edhe gjuhën, apo edhe gjuhën... Në 2008 ka ikur i pari në... Edhe e kam në ditar. Ku ka shkua? Në Angli. Ore, pëse shkojnë gjithë në Angli më dhe? Njëri tjetërin të reqin. E ndimojnë njëri tjetërin? E ndimojnë, se këto ka një zakon më vete nga gjithë shqiptarët, e ndimojnë njëri tjetërin. Po edhe në vendet e tjera e ndimojnë. Absolutisht. Sidomos këto, se nuk janë si shqiptarë, më dhe thënë, jo absolutisht, Muhamedan janë këto. Këto nuk ndimojnë njëri tjetërin. Absolutisht, shikojnë njëri tjetërin. Shikojnë vetëm vetëm. Kurse tonët, kanë bë vakime i fjallë, nga Gjermania, nisu ti neve, se neve paguajmë këtej. Nisu e pas një lek, dikush tjetër paguan atje. Nga këtu, ti ke lek. Pra ti po thuaj që nëse ke ndonjë hall, foli një kuksiani të ndihmon? Jo kuksiani. E kapi. Shtavecarit, jo kuksiani. Ta bëra kasile, po bravo, e kapi, apo ta bëri me shenjë fatosi? Ja, shumë e vogël. Ta bëri? Avashtë. Unë sa e vogël jam? Vogël jenë... Se i paraqykon njerëzit? Unë jam 23, po e di sa di. More ti edhe ti është edhe 27, je e vogël, se unë jam 67. Tani tjetër çfarë tradite keni që specifikoheni? Sa tradite për shumë? Më thuaj, çfarë keni një zakon që dalloni nga të tjera? Etnografia jonë nuk mbaron. Kam shkruar shumë sende, kësot kam për libër me i fjalë 480 faqe, me botu libri. Traditat nuk mbarojnë këtu. Traditat, sot shef me i fjalë kalabalëk vetëm, s'është ndonjë tradit kjo. Absolutisht. Se tot për në këtë gara kuajve. Gara në kuajve kemi pas qenë në para 57 vite, gara e kuajve ka qenë. Po traditat e Shëngjergjit, me i fjalë, as 2% nuk kanë betë. Se janë zbeur? Po janë zbeur, njëra tjetër kanë... Po ja, këta mundojnë që ti mbajnë sa do pak. More e mundojnë, po nuk e din, more. Nuk e din? Po mësoj ju auti. Po neve u shpjegojmë se si duhet, po alli që... Janë bërë indiferent të rinjt? Jo. Sot kam bet vetëm ajo në mëngjes, dje, në Bazdreke, kanë shku, kanë këput ato gjete jeshite, barra, gjera, shumë. Po ato tani, famit në mëngjes, sot duhet laeshin, bile 30% të kazanit me ujë duhet ishte me lule. Kisha vec. Në slavishten e vjetër, do të thot vendi reshjeve. Kisha shi. Kisha vec shi. Më vonë, shishtopec. Shishtopec. Do të thot, shishi. Shishi është ai druri heli. Ai që bën atë mishi. Shishtopec. Mishi piqet në hel. Në shqip duhet atë. Shishtavec. Më vonë, ai shishi zbrazet në tavë dheu. Tava dheu. Shishi është ai që pjetë mishi. Shishtav. Edhe i njëre tjatëre, shishtavec. Një pyetje kam, një jeni minoritet bulgar. Nuk jeni lidhje me Golobortën e Adibët? Kundryshane? Absolutisht. Nuk ka lidhje. Neve, me fol originale, jemi Macedonas të Bulgarisë. Jeni Macedonas të Bulgarisë. Se në Pirin Planina, ose mjeshtë e Pirit të Bulgarisë, jetojnë 1 milion Macedonës. Janë këputur nga atje, se këto ka qenë Bogomil. Bogomil, në slavishten e vjetër do të thotë të dashur të Zotit. Nuk kemi lidhje me asnjë fe tjetër. Çfarë gjuhë e flisin? Çfarë gjuhë e flisin? Gjuhën tuaj që e keni? Gjuha është originale e bishkeve Pirit të Bulgarisë.
nuk kam lënë në Shishtavec pa marrë një intervistë, kërcyem, bëmballe, tërkohë që ndoqëm edhe këtë garë me kuaj edhe më vjen ky çuni simpatik dhe tha, po ti tha, as më njeh mua. Tani, unë besoj që ky do jetë personazhi më i lezetshëm që unë kam takuar në Shishtavec. Si të thon ty? Noizi. Noizi kujt? Murati, po. Noizi i Shishtavecit. Edhe i Kukësit. Po pse të thon Noizi? Kështu e kam vendosur. E ke vendosi vetë, do të bëhesh si Noizi? Motrat edhe vlerësit. Okej, si e ke emrin tani, emrin tënd dhe jo të artit? E kam 2. Bishkushtim që në Rigels. Rigels e ke emrin tënd vërtet apo? Jo, në bishkushtim. Pas ke do me thënë... Noizi është i vërteti. Okej, i vërteti Noiz. Çfarë ke qef të bësh kur të rritesh? Futbollist edhe këngëtar. Këngëtar, po patjetër si Noiz, ja? Po. Në mësimet si ja? Mirë. Mirë. Më këndoj një këngë që të dëgjoj të Noizit. Gjonë. Ke emocione. E që rasim 100 kile, bardha e shire, rasim 100 kile, bardha e shire. Shire bëm trampon me 100 kile. Nuk është për ne kjo kënga. A bëjnë transport këte? Po. Hajde qojnë që tani duke ecë si bura të mirë këtu. Më trego, qa të duash ti? Nuk do të pyes se e shoh që ke emocione, se të bëhesh i pamshëm, nuk duhet kesh emocione dhe me kamerën duhet t'jesh i lirshëm. Hajde. Qa të bëjmë? Trego në një që, qa do në tregosh? A më të mua, ti s'më nje se unë jam me i pamshmi. Po të njëfë që të kam pa televizor. Jo, ti se unë, i ka unë. Ti. Mu më pëlqen bëhe këngëtar futbollist, që duan ndjek Noizin, edhe Ronaldon. E ke takuar në një Noizin? Pse se ke takuar? Njerë kam qenë, ka ja i s'ka qenë. Ku kam qenë ke një dasën. Dhe s'ka qenë. Dëgja, po, qa të pëlqen më shumë tek Noizin, të e të vërtet? Këngat, si duket, që ka fam, që ka se kështu i bukur nuk është? Ashtë? Po. Jo, as më pëlqen vallaj. Ka shumë lek, këndon. Ka. Tani ti do të bësh si Noizi si këngëtar apo që të bësh lek? Si Noizi. Po mi, po vetëm një këngë më këndove, më këndoj një këngë tjetër. Kë kemi nga Kukësi, më tregoj një këngëtar Kukësi, ta pyes. Si e kanë ata? Po pra, po ata duhet i njop. Në gjibin e njef, Didë. Në gjib Didë nuk e njef? Këndon shumë bukur aj. O Noizi, do me thënë Noizi Shishtavecit. Ua ikën gjithë njerëzit? Andaj në qendër. Kushta ka vendos Noizi ty dhe njerë? Pra të gjithë këtu në Shishtavecit të njofin si Noizi? Po. Apeni rrugën se po vjen tsunami. Hajde këndoj pak ata. Se duhet flasësh, se nuk bëhet intervista kështu, se duhet bësh i pamshëm, duhet flasësh shumë. Hajde. Ha. Pra, se do këndoj mi këngë. Qa këngë? Këtë duash ti, këtë ditë nga atë Noizi tjetër? I kam harru ato. Jo. Që i kam ditë për meqë. E po një, hajde, duhet ta këndojmë një. Gjonca, ose më pëlqen, ruza për ruza, Ferrari natës. Sorry, Gjonca, baby, ose më pëlqen, ruza për ruza, Ferrari natës. Ferrari natës, apo është errori natës? Ferrari natës. Ferrari natës, okej. Kilometra 1.67. Kur vim na, bëhet nomi, qau bë, që po vjen, roni, sa bukur. Medaljoni. Roni i bën, ju i di një pare dhe si pranoni. Ku vjen e bëhet nomi, qau bë, O Noizi, piqe këtu, ishe shumë i mirë.
Suksese dhe u bëfsh një nojz i pamshëm. Do më thua një fjalë tjetër? Si jeni? Sa të mira jeni? Po të mira jemi. Ku janë pjokat majra treja të majra? Të mirë jeni? Po. Pa mëse ju vetëm kështu thonë, jemi të mirë, jemi të mirë. Pse as jemi të mirë, mos ishim të mirë, nuk ishte sa të mirë pritas. Të doli në kamer. A më në të mirë jemi? Po. E pa. Pse të tjerët si janë, shumë të mirë. Mirë, njerëzit, krejt mirë. Qa keni më të mirë ju? Gjithë mirë jemi. Punoni shumë? Punojmë. A po gjithë punoni, apo keni lek ju? Po ti a ke lek? Unë s'kam, se s'jam blondër. Edhe unë në fshat s'kam. Gjithë mirat. Se gjithmonë e qeshur, se gjithmonë e qeshur. Personi tjetër tha, bëj një kompliment se është e bukur, nuk më njohu, tha, mos jeti ta jo moderatore. Gjiro këtu perlen mërë. Qa perle ka këtu mërë burë? Bjeshka. Bjeshka? Shati. Tjetër? Ka dhe shunat bukur. Ku i ka? Unë. Tani, mirë se ju gjeta. Mirë se ke ardhur dhe të lumë që në këmët, bravo. Kam që mbrë, u knaqa këtu. Kërceva. Po. Provova plin. Po. Njerëzit shumë të mirë. Bravo. Shumë të dashur, shumë social. E vërtet është. Ha mos e bëj shaka. Ja, është shumë e vërtet. Qa do më thuash për Shishtavecin ti tani? Shishtaveci është një vend prallor, është perla e botës, mrekullia 8. Unë kam lindur këtu, që e Maliballa. Mrekullia e 8 Shishtaveci. 8 e botës është Shishtaveci. Pas kam ardhur në mrekullin e 8 të botës. Gallica, Pashtreci, Buri Mëngjezit, që aty del dielli, edhe të thot qohu. Thot mirë mëngjes, qohu. Edhe kam shpinë aty, janë 2 dritaret, edhe ma thot... A ke ndonjë vend aty tokë që të vit ta bëj dhe unë një shtëpi aty? Po, hajde. Po, fjalë burrash me letra? Jo, të jap qefsin të pushosh. Jo të pushoj, unë dua ta kem shtëpinë time. Nuk ka këtu. Këtu është një fshat ku 800 çuna të ri janë në Londër, kanë imigruar. 800 çuna të ri. Të gjithë beqar janë ta? Gjithë të martuar dhe me fëmijë. Dhe kanë ardhur. Ka qenë gara e kuajve, është zakone pagane. Ne bëjmë gara kuajsh vazhdimisht. Dashmat prallore. Dhe Shëngjergji... E keni pesë që e fesoni. Fere Qingji, bëhet flia. Ku është Qingji, se pashun? Po në shpi. S'më dhe askush. Po do të qojmë. Janë tradita shumë të bukura. Jeni mikë pritës? Neve aq mikë pritës sa e djegim shpinë. Që unë jam dhëndër në Malakastër. Au, sa bu. Në Hekal. Malakastriotët janë shumë të mira. I kam rëmbyer nuse, nuk isha student të Tiranë. Ashtu, a? Pas ke qenë i rrezik shumë ti. Ti thash po i bajte në Hekal nuk takohemi bashkë. Nga Hekali? Prit më tha. Do vi me ty jo. Solla nuse në kuk 4 vjetë mësuse. Pasaj oficer, vajta në Koks e në Fjerë. Dhe atje kam shpinë, dhe janë Bolzano, kam 2 djemë, të rritur, vajzën me nipër, edhe nusja ime, Liliana. A është bërë pishma nusja që e ke rëmbyer? Kam qenë shumë një bukurë. Ne qa ke qenë, si e? Po pse keq jam. Shumë simpatik. Jo, dhe shumë vital. Vital, a se di? Shumë gjallë. Mos e i të këmoda.